Sot po mbahet provimi maturës shtetërore në të gjitha shkollat e mesme të larta në Kosovë. Në këtë proces janë përfshirë mijëra maturantë, ndërsa autoritetet arsimore kanë ndërmarrë masa të shtuara për të garantuar mbarvajtjen e testimit dhe për të parandaluar çdo formë të keqpërdorimit gjatë provimit. Derisa po sot kështu edhe në komunën e Prizrenit testit të maturës i u nënshtruan 1938 nxënës, tregon drejtoresha DK-s në Prizren, Lurieta Vesela Gutaj. Drejtoria e arsimit në Prizren ka bërë të gjitha përgatitjet për administrimin dhe mbarvajtjen e testit të maturës. 1938 nxënës nga 3 komunitete ju kanë nënshtruar testit maturës. Të gjithë administruesit dhe koordinatorët në qendra, në 15 qendra, kanë qenë në kohën e dur dhe procesi ka filluar siç më së miri dhe më së mbari. Numri i administratorëve dhe i koordinatorëve ka qenë sikur se era të tjera, mirë po gjithçka ka shkuar sipas rregullave, nuk kemi pas ndonjë raportim për diçka të tillë apo të ngjashme. Ajo shtoi se një nga masat e reja që nga viti i kaluar është shpërndarja e nxënësve në mënyrë që të shmangnin vendosjen në një klasë të nxënësve nga i njëjti institucion apo e njëjta paralele. Mashti dhe drejtoritë komunale të arsimit kanë përsëritur rëndësinë e ndjekjes së rregullave dhe seriozitetin e provimit të maturës, i cili konsiderohet një hap kyç për të ardhmen akademike të nxënësve, kurse rezultatet do të bëhen publike më së largu deri më 30 qershor, po han drejtoresha.